Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 14, një ditë e veçantë. Me këtë ditën e veçantë, se kemi një ditë që lidhet shumë me dashurinë, pra dita e të dashurëve, po dhe me që unë jam i dashurur shumë me kamën, dashuria dhe studios, që neve do flasim këtu, do i flasim parashikimet e ditore që do të kemi këtu. Tani, të flasim përsa i përket pikërisht kësaj dite çfarë ndodh në këtë ditë kaq të rëndësishme. Përsa i përket datës 14. Çfarë ndodh me datën 14? Data 14 duket se Saturni vendoset në shenjën e Dashit dhe për pak më shumë se 2 vite në shenjën e Dashit Saturni është në ndikimin astrologjik tradicional, shenjat e nxituara dhe të paduruara të Dashit nuk përshtaten me planet e durimit të disiplinës, siç është Saturni, por lëvizjet janë të ngadalta. Në shenjën e Dashit Saturni përpiqet sfidat. Saturni në Dash nuk ndihet rehat dhe nuk bën gjëra në mënyrë të lehtë, veçanërisht duke pasur parasysh vështirësitë që kanë të bëjnë në këtë aspekt. Gjithashtu ka të bëjnë dhe me disiplinën, gjithashtu edhe me ndryshimin. Pozicioni i ri ndikon në shenjat impulsive, siç është Dashi, Gaforja, Peshorja dhe Briciapi, ose ata që kanë ascendente në këto shenja. Por para se të fillojmë me parashikimin e 12 shenjave zodiakale, le të hedhim një sy hartës astrologjike, pra busullës astrologjike, çfarë na neve dëshirojmë dhe kërkojmë prej saj. Ja ku e kemi hartën këtu, pra shikojmë hartën. Kemi këtu direkt po të vini re se si funksionon. Pra harta këtu kemi Briciapi, po të shikojnë tek Briciapi kemi Hënën, kemi diellin në ujor, por gjithashtu kemi dhe Plutonin, pra ka të bëjnë shumë me ndikimet dhe favorizimet. Pikërisht ditët e dashuruarve gëzuar Shën Valentinin, sepse është një ditë e veçantë në fakt në rastin konkret, por gjithçka po të shikoni këtu ka ndikime shumë të mira dhe tepër pozitive nëse duam neve të ecim përpara. Në lart po të shikoni kemi një ndikim mjaft të mirë, ku po të shikoni që është mes qiellorit në shenjën e Luanit, por në krahun tjetër, në krahun e poshtë kemi ujorin dhe ndikimet që ka të bëjnë me Hënën, me Marsin, me Plutonin dhe shumë gjëra të tjera që do të diktojnë, do të ndikojnë në anën tuaj, por dhe shumë gjëra të tjera që do të ketë mundësinë për zgjidhur çështjet problematike. Për ju të shenjës së Dashit duket se ka një ndikim shumë të mirë, tepër pozitiv në lidhje me takimet, në lidhje me vendimet të rëndësishme që neve kemi në anën tonë dhe momentet që janë në një farë mënyre me ndryshime dhe ndikime fantastike. Është një ditë shumë e rëndësishme nga ana e financave, sepse mund të zgjidhni shumë probleme dhe shumë çështje të pazgjidhura. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me Akrep dhe me Ujor duken të mbara. Shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë toke, tek një shenjë që ndikohet jashtëmase përsa i përket çështjeve madhore, përsa i përket çështjeve të rëndësishme që kjo do thotë shenja e Demit. Por ju të shenjës së Demit duket se i keni të gjitha mundësitë përsa i përket zgjidhjeve të problematikave të ndryshme, momentet dhe mundësitë që kanë të bëjnë është një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv, sepse keni mundësinë dhe kohën e duhur për të bërë zgjidhjen e duhur në anën ekonomike financiare dhe në çështjet me biznesin. Ajo çka do të duket në anën tuaj ka një ndikim shumë të madh favorit në ekonomi dhe në stabilizime të tjera. Megjithatë, një vëmendje të shtuar do të bëni në lidhje me disa takime, por mirë do ishte që juve të mos nxitoheni, sepse duke pasur parasysh edhe vendime që u merren, edhe çështje të tjera që do të kemi, është momenti dhe pozicioni që ndodhen planetet, prandaj kërkohet pak vëmendje. Dashuria duket se me peshore dhe me shigjetar duket të mbara. Shkojmë tek shenja e radhës që do thotë binjakët. Binjakët të dashur, ka ardhur koha dhe momenti për sa i përket zgjidhjeve të problematikave të ndryshme, momentet që keni në anën tuaj është një mundësi shumë e mirë, një mundësi e artë në ekonomi dhe në stabilizime. Në çështjet që lidhen me anën e ekonomike ose disa udhëtime, është momenti i duhur për bërë marrë vendime të rëndësishme në kohën e duhur. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me peshorët e dhjetëdhjetit parë, ujorët e dhjetëdhjetit të tretë, keni disa gjëra shumë fantastike dhe momentet të arta që do të ndikohen tani tutje nga momenti dhe mundësia e artë që ju e keni, sepse është një kohë shumë rëndësishme, është një moment mjaft i mirë për të bërë ndryshimin e madh dhe gjërat favorite në anën tuaj personale. Në çështjet shpirtërore, lidhet me peshk duket se kanë një mundësi të artë të këtë drejtim. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e Gafores.
Gaforet e dashura, duket se është një mundësi, një moment mjaft i mirë ku e keni të gjitha mundësitë dhe kohën e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në çështjet ekonomike financiare në lidhje me vazhdimsinë, sepse gaforet janë mbeten në anën e tyre ku është një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv për të bërë zgjedhjen e duhur në çështjet e financave. Në lidhje me dashurinë e munguar, do thot me peshore dhe me dashje dhe diçka të tretë, ku është një mundësi shumë e mirë dhe tepër ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thot shenja e luanëve. Për luanët duket se tani ka ardhur koha dhe momenti për të bërë një takim ose një bisedë shumë të rëndësishme me juve për punën, për karrierën, për ndryshimet e reja që do të keni. Është një kohë shumë e mirë, e mbarë, do thosha unë, për arsye të punës suaj, për arsye të karrierës suaj, sepse duket se gjërat janë më mirë dhe më pozitive në lidhje me ndryshime të mëdha dhe takimet që do të keni, sepse në lidhje me takimet është edhe momenti i duhur, sepse luanët gjithmonë nga njëra anë kanë atë mundësinë e tyre dhe kohën, në anën tjetër kanë dhe ndryshimin e madh që do thotë favorizime, do thotë ndryshime dhe takime. Në lidhje me dashurinë duket se me ujorët e 10 dishit parë dhe me dëmt e 10 dishit të tretë është diçka shumë pozitive. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e virgjëreshës. Por ju të shenjës së virgjëreshës duket se përfundimi një lidhjeje ose fillimi i diçkaje të re është në prag të një zgjidhjeje shumë të madhe, sepse keni pasur disa probleme në fushën e dashurisë, por meqense kjo ditë e veçantë e Shën Valentinit mund t'ju ndihmojnë disi për të rregulluar dhe për të ngrohur lidhjen tuaj që keni të ftohtë dhe mundësitë janë të mëdha për ta rregulluar atë. Në çështjet që kanë bëjnë me punën tuaj, me karrierën tuaj, udhëtimet sidomos është momenti më i mirë i mundshëm. Në lidhje me një takim mjaft të mirë dhe mbasditja duket se ka diçka shumë të rëndësishme për ta stabilizuar dhe për të arritur qëllimin tuaj. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me bashkinë familjar, duket se është me binjak dhe me shigjetar. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshores. Çfarë ndodh me peshorët? Me peshorët duket se peshorja ka bënë shumë me anën ekonomike financiare, kanë bënë shumë me një çështje biznesi ku rritet shumë ekonomia, rritet shumë ndryshimi i madh që ju keni në lidhje me mjaft çështje pune, stabilizime, ekonomi dhe marrjen e vendimeve të rëndësishme. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me gaforet e 10 dishit parë, me peshk të 10 dishit të tretë, është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive, sepse çdo gjë zhvillohet dhe ndryshohet në anën tuaj dhe momenti më i mirë i mundshëm që është tani e tutje do të shikoni gjërat të ndryshojnë dhe të keni mundësinë për të bërë zgjedhjen e duhur në lidhje me anën ekonomike. Në dashuri duket se me luanët e 10 dishit parë dhe me akrep janë të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e shigjetarëve. Për shigjetarët kemi shumë lajme të mira, kemi lajme të mira për arsye të punës, për arsye të karrierës, të ndryshimit të madh dhe gjërat që kanë të bëjnë në pozicionimin e planeteve dhe është një mundësi që tepër ideale në anën tuaj dhe në çështjet e karrierës. Megjithatë, është dhe momenti dhe çështjet e ndikimit, sepse duke pasur parasysh një nga ndryshimet që ju e keni, nga momentet që ju e keni, është dhe koha, sepse një nga bashkimet e një pune shumë të rëndësishme që keni juve të shenjës akrepit, e keni mundësinë, sepse duke pasur parasysh ndikimi si mund të funksionojnë akrep shigjetar. Shigjetari ka të bëjnë me punën dhe me karrierën, akrepi ka të bëjnë me mundësinë dhe lapsin, pra dy shenjat ka një ndikim më të madh. Por gjithsesi, akrepet e 10 dishit të parë kanë mundësinë e një udhëtimi dhe një vazhdimësie, kurse në dashuri me shigjetar të 10 dishit të parë keni të gjithë kohën e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në anën tuaj. Akrepët gjithashtu kanë një moment të mjaft të mirë stabilizues në çdo aspekt të jetës së tyre. Gjithashtu një udhëtim mjaft i mirë në vazhdimsi. Në çështjet që kanë të bëjnë me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me punën, me karrierën, duken të mbara. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shigjetarët. Për shigjetarët mund të flasim shumë, unë ju uroj një ditë shumë të mbarë, sepse Shën Valentini për juve ka një ndikim ndryshe, një moment mjaft i mirë tepër pozitiv, ku koha dhe momenti ka treguar që jeni me shumë fat në këtë aspekt, në çështje shpirtërore dhe në takime pune. Në lidhje me punën, disa udhëtime janë shumë të mira dhe tepër pozitive, dhe kjo është koha juaj, është momenti më i mbarë dhe më i mirë i që ndonjëherë. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me gafore dhe me virgjëresh duken të mbara. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e bricavëve.
Për përqapët të duket se tani e tutje, gëzuar Shën Valentinit, ka një ndikim shumë të mirë, sepse duke pasur parasysh Saturni, mësuesi i universit në shenjën e shqiptarit, duket se na jep disa mundësi dhe disa sinjale pozitive, disa mësime të vyera për sa i përket çështjeve, për sa i përket mundësive dhe kohës mirë, pozitive dhe të rëndësishme. Çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me peshorët e ditëlindjet të parë dhe me dashët e ditëlindjet të tretë, duket se ka diçka shumë pozitive dhe mjaft ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e ujorëve. Për ujorët duket se tani e tutje, periudha dhe koha ka ndikuar shumë në anën tuaj, në pozicionimin e planeteve, sepse duke pasur parasysh edhe puna, por dhe karriera njëkohësisht, është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive, sepse duke zgjidhur problemin tuaj, duke zgjidhur çështjet e pazgjidhura më përpara, duke se tani ka ardhur koha dhe momenti për sa i përket çështjeve të punës, për sa i përket karrierës dhe mundësive të arta. Në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me akrep dhe megafore duken perfekte. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshqve. Peshq të dashur, nëse keni pasur kohën e duhur, në fakt, lidhje me punën tuaj, lidhje me takime të rëndësishme e keni për kësaj dite, është një ditë mjaft e mirë, një ditë mjaft pozitive. Jo se është vetëm Shën Valentini, por dhe mundësitë e arta që keni në anën tjetër, që vijnë dhe ndikime të mëdha që keni në fushën e punës, keni në fushën e karrierës, keni në fushat të ndryshme të jetës suaj, sepse është një moment mjaft i mirë dhe stabilizues. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me virgjëresht e ditëlindjet të parë dhe luan ka të bëjnë shumë për shenjën e peshqve, mund të diktojnë dhe ndikojnë shumë në këtë drejtim. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht kësaj dite kaq të rëndësishme në fushën e karrierës, në fushën e dashurisë, dhe unë uroj gëzuar edhe një herë Shën Valentini. Por, para se të ndahemi bashkë, unë ju rikujtoj edhe një herë për gjithë juve teleshikues të nderuar, kudo ndodheni në Shqipëri apo diasporë, dhe në kërkimin e parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrolog.al, faqja roz shkon këtu, dhe atje mund të gjeni çdo paketë që ju intereson, duke bler paketën tuaj dhe numër përkatës të blerjes, jeni gati pastaj për të dërguar mesazh të drejtë përgjigje. Por juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejtë me juve, dhe juve kërkoni që të shikoni se si funksionon shërbimi për të dërguar një mesazh, kemi pikërisht këtë butonin këtu. E shikoni dhe duke klikuar ndiqni hapat, jeni gati për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt së drejtë përgjigje. Nga unë Ropulla ju uroj një ditë të mbar gëzuar Shën Valentinin në këtë datë 14 shkurt 2026. Unë ju uroj mbarësi në çdo aspekt të jetës suaj. Gjithë mirat.